Manastiri i Zvërnecit vijon të mbetet një nga destinacionet më të vizituara në jugun e vendit, veçanërisht gjatë ditëve të fundjavës. Ky diel më 18 janar shënon një fluks të lartë të vizitorëve, kryesisht familjar, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë disa orë mes natyrës, qetësisë, por edhe besimit fetar. Shumë qytetarë nga Vlora, por edhe nga qytete të tjera, janë drejtuar Zvërnecit për të vizituar manastirin e Fjetjes së Shënmërisë, një monument kulture në një pikë të rëndësishme të Vlorës. Atmosfera e qetë, ajri i pastër dhe peizazhi karakteristik i lagunës së Nartës e bëjnë këtë zonë mjaft tërheqëse për pushime afatshkurtra, kryesisht në fundjavë. Vizitorët shprehin se manastiri i Zvërnecit ofron jo vetëm bukuri natyrore, por edhe një ndjesi të veçantë shpirtërore. Sipas tyre, ky është një vend ku kërshetohet historia, besimi dhe natyra, duke e kthyer një destinacion ideal për familjet dhe besimtarët. Por të tjerë theksojnë rëndësinë që ka manastiri për besimtarët, por edhe për turizmin kulturor e fetar në zonë. Sipas tyre, Zvërneci është një pasuri që duhet ruajtur dhe promovuar më shumë. Në Tiranë. Në Tiranë. Çfarë ju tërheq më shumë këtu? Ish vetëm me pavë. Kish darë ndonjëherë apo herë parë? Dhe për herë parë. Si t'u duk manastiri? Shumë mirë, shumë mirë. Për herë parë që jenë shumë mirë. Duket shumë bukur. Vim gjithmonë këtu, na pëlqen shumë. Vini gjithmonë, sidomos fillim viti gjithmonë na pëlqen shumë. Pse në fillim viti? E kemi si bestytni që duhet ndezim qiri fillim viti, sidomos në janar. Javën e parë janarit po s'kemi qenë këtu edhe vonuam çik të radhë. Po na pëlqen shumë, gjejmë paqe, gjejmë relaks këtu. Po, qef. Vin shpesh? Po, vin dhe herë të dielën. Po, dhe gjatë kur je pushim zakonisht? Po, vin me Çfarë të familjen. tërheq më shumë këtu? Po, historia manastiri është edhe bukur. Ja kaloj mirë. Po, kemi dalë disa herë. Vinë zakonisht me familjen. Visitojmë gjërat e kishës. Si u duket apo Shumë, një ditë ndryshe? Patjetër. Megjithatë, krahas interesit të lartë të vizitorëve, problematik mbetet ura prej Druri që lidh bregun me Zvërnecin në zonën e manastirit. Kjo urë, e cila është e vetmja rrugë kalimi për këmbësorët, prej kohësh paraqet probleme infrastrukturore për shkak të amortizimit të saj. Aktualisht, specialistët turq janë duke punuar për hartimin e një projekti riabilitues të urës që synon restaurimin e saj, duke ruajtur arkitekturën tradicionale, por njëkohësisht duke garantuar më shumë siguri për vizitorët. Këta të fundit shprehen se riabilitimi i urës është një domosdoshmëri dhe mjaft e rëndësishme, sidomos për fëmijët dhe familjarët, e në veçanti edhe për të moshuarit. Sipas tyre, vendosja e mbajtëseve anësore dhe forcimi i strukturës do të rrisin ndjeshëm edhe sigurin gjatë kalimit. Patjetër duhet rregulluar urgjentisht biles. Që andej nuk kalon dot fare një herë. Po këtu çka? Po dhe çik mos e thyeri jemi, rruga duhet pak më e mirë, duhet rregulluar, duhet vendor patjetër. Pa sa më e thjesht më bukur i tregon atë tek kisha. Se vetëm në një vend të shenjtë edhe tjera më Duhet të riabilituar. Jo të bëhet shumë e re bukur shumë, jo tjetë e thjesht, funksional e thjesht. Dhe e sigurt. Sigurt patjetër, se ne jemi në familje qysh. Manastiri i Zvërnecit mbetet një pikë e rëndësishme kulturore dhe fetare që tërheq vizitorët gjatë gjithë vitit. Përmirësimi i infrastrukturës dhe investimet në ruajtjen e këtij monumenti do të ndikonin drejt për drejt në rritjen e turizmit dhe në garantimin e një përvoje më të sigurt për të gjithë vizitorët.